Por për pjesën e flamurit Kosovës duna me full me patjetër. Njerëz nuk është e vetmja kjo çiçe po fol, pa dije, po janë edhe shumë do tjerë, edhe po du me thonë një gjë që mu po pengon tepër. Unë si shqiptare e Kosovës nuk e përdori flamurin blu me ylla, sepse ai flamur nuk ka të bëj me mu. Ushtria qërimtare e Kosovës ka luftu për flamurin kuqezi, unë e maj me krenarin Shqiponje, pse se jam shqiptare. Edhe këtë gjë du me thonë edhe jo, duhet më hin tru, me patjetër. Edhe për pjesën që ka thonë Alisa, flamuri blu me ylla është i shkijev, nuk e ka pas edhe shumë keq, sepse flamuri i Kosovës i ka 6 yje, të cilat i simbolizojnë etniket kryesore që kanë jetu ose jetojnë në Kosovë. Njëra ndër to është për komunitetin serb. Njerëz, për çfarë arsye moni atë flamur me krenari, kallzomni. Kur kërkosh nuk ka luftu kur për çat flamur, veç ta kanë caktu edhe na e kena pranu, se s'kena pas çare. Kështu që ju lutna, mas pore mos fani pa dije si kjo qika. Edhe mos e përdorni mua atë flamur, sepse na jena shqiptare edhe e kena flamurin kuqezi.